Ndoshta mos e ka pasur të idejuar, po themi këtë hakmarrjen Jozi kur fut për herë të dytë? Shiko, unë kam kontaktu me Jozin pas si Jozi kishte dalë nga shtëpia dhe unë kam dalë nga shtëpia. Edhe jemi taku dhe jo, nuk e ka pas asgjë të planifikuar, madje është fut shumë mirë, shumë i qetë, siç e kemi pa edhe e rregulloi në një farë mënyrë atë imazhin e keq që kishte kriju për shkak të fjalës që tha. Domethënë Jozi bëri një rritje akoma më të madhe me rihyrjen Big Brother. Kështu që nuk mendoj që do kishte qenë planifikuar, se po të kishte qenë planifikuar, do i kishte rënë në momentin kur i hodhi kryqin pishin. Po t'ishte planifikuar dhe nuk do kishte prit atë moment. Thjesht mendoj që akumulimi i tepërt ethet e finales, se kush do dilte finalist, e kuptoj, është një trysni shumë e madhe psikologjike, është një trysni, sidomos brenda në shtëpi. Dhe mendoj që thjesht akumulimi i gjatë gjithë qëndrimit në shtëpi edhe mënyra që i tha mos hajde të më hapësh derën, pastaj kjo gjë u fry edhe më shumë nga Rozana që po i thonte Gjesti e hap vetë derën, mos ja prek derën, edhe momentin që ky ja ka hap. Është moment ai, është një qindat e sekondit të veprimi, kështu që nuk mendoj që është e menduar, është veprim që ka ardhur në mënyrë impulsive. A besoni që Loredana do e le pas atë reagimin që bëri Jozi ndaj Gjestit në Big Brother dhe mund të ketë një vazhdim të romancës që nisën në Big Brother? Shiko, tani të them drejtën, të flasim drejt, pa i mbajt anën as kujt, unë kam marrë shumë mesazhe që pse nuk e ke heq Jozin nga follow. Tani nuk kam si ta heq Jozin nga follow, ashtu siç dhe Loredana nuk ka pse ta braktis Jozin, pse Jozi bën një veprim kundra një personi, X personi, kushdo qoftë ai mund ta kishte bë kundra Laertit, mund ta kishte bë kundra Aldos, mund ta kishte bë kundra çdo kujt banor. Për sa kohë individi nuk më prek mu dhe nuk prek mbi interesat e mia, unë nuk kam pse ta hedh në rrugë dikë që nuk më ka bë absolutisht asgjë. Personalisht nuk më ka bë absolutisht asgjë. Çka kanë me njëri tjetrin ti zgjidhin, sepse e di pse? Sepse është e njëjta gjë që ndodhi me fjalën që i tha Kopil Shkine, që i knoi këngën. Dhe unë dola i pari me shpatë në dorë që thash po t'jetë Josefin Marku në këtë shtëpi, unë nuk i flas më. Dhe çfarë ndodh? Gjesti e rikthen përsëri Jozin në shtëpi. Domethënë, unë kritikoj Jozin, i dal kundra Jozit, them që unë nuk flas më me Jozin dhe çfarë ndodh, ato dy janë prapë bashkë. Dhe kush del i humburin këtë mes, dal unë që largoj Jozin pa asnjë arsye, kur ato bëhen prapë bashkë, siç edhe e kemi parë, duke këndu, duke kërcyer, sikur nuk ishte ndodhur asgjë. Kjo gjë mund të ndodhi prapë nesër. Unë mund ta heq Jozin nga follow, mund t'i them Jozit 500 zeza, po nesër Jozi mund të bëhet me Gjestin prapë. Gjesti mund t'ja fal, mund të bëhen miq përsëri siç u bën herën e parë. Pse ne duhet të largojmë një person që ka bërë një veprim kundër një personi tjetër dhe s'na ka prek fare, jo vetëm interesat, se nuk është çdo gjë për interes, po ata e kanë mes njëri tjetrit, ça në fund ditës çfarë hyn ne aty, çfarë hyn Loredana, çfarë hyn ose çdo lloj banori tjetër që mund të ketë mik Jozin. Kështu që s'mendoj që Loredana do largohet. Loredana tregoi veten, tregoi qytetari duke marrë pjesë në dasmën e Gjestit dhe Eglit, sepse ju tregoi që çdo gjë është në kuadër të lojës dhe unë distancohem komplet nga veprimi i Jozit. E vetmja gjë që ne duhet bëjmë është distancohemi nga veprimet dhe mos përkrajmë dhunën. Kjo është ajo që ne duhet bëjmë. Po që të kryqëzojmë Jozin, s'kemi pse kryqëzojmë, nuk kemi ne ata që duhet ta kryqëzojmë. Jozin duhet ta kryqëzojë Gjesti dhe njerëzit e afërt Gjestit për veprimin që ka bërë. Gjesti përfaqëson vetëm Gjestin, asgjë tjetër, dhe Jozi përfaqëson edhe Jozin. Ndonjëherë ne me veprimet tona nuk përfaqësojmë as familjen tonë, sepse familjen tonë mund ta kemi shumë të nderuar, shumë të respektuar, njerëz shumë intelektual, por veprimet tona nuk është se përfaqësojnë pasqyrën e familjes. Është veprimi joni individual, kështu që s'besoj që do ndahen, nuk besoj që do jetë kjo arsyeja, dhe nëse do ndahen dhe nuk do jenë bashkë, nuk besoj që është kjo arsyeja.
Nuk e di a keni parë momentin, po themi me vëmendje, të skenës ku Jozi goditi Gjestin, po do të shpjegosh pak atë qëndrimin që bëri Jozi pasi e goditi, që futi dorën në xhep dhe po i fliste nga sipër. Pra, pse e bëri pikërisht atë pra? Ai është një veprim që vjen natyrshëm, besoj, nuk ka ndonjë mesazh si veprim, më kupto? Ai është veprim që vjen natyrshëm, vjen edhe nga sikleti. Një njeriu kur është në siklet, edhe para një interviste pune ose kur je përpara një njeriu që po them i madh, fut dorën në xhep ose prek bluzën ose diçka. Besoj që është veprim instinktiv, nuk është që ka një mesazh të caktuar. Indrit pati një dasëm në Big Brother vetëm pak ditë para finales dhe u martua Egli me Gjestin. Si keni parë këtë martesë dhe a besoni që mes tyre ka ndjenja? Them këtë edhe nga, po themi, sherret e një dite më pas që lindën mes Eglit dhe Gjestit. Kur Gjesti bëri kërkesë që deklaroi aty që kisha bërë kërkesë për dasëm dhe realizoi një dasëm, mendova që okay, po i vën pika mbi i, ju ka është mush mendja dhe i ka sqaruar ndjenjat e veta që ndjen karshi Eglit dhe madje bëra edhe një status ku thash shpresoj që ti mos ta lëndosh të gocën për herë dytë, sepse hera dytë je ti ai që ju ke ngjit Eglit dhe jo Egli ty. Pas dasmës hequ nazën, i thot që ishte thjesht çdo gjë për show, ndërkohë që vetë Gjesti kishte bërë namin Loredanës për dasmën e saj, duke e quajtur fake dhe duke e quajtur që ishte një dasëm simbolike dhe duke e kritikuar pafund për heqjen e unazës. Dhe pastaj dola mbrojta prap Eglin, duke thënë që me gjitha gjërat që i ka ndodhur e meritoi Egli fitoren dhe jo Gjesti. Por prap shikoj që Egli nuk mban qendrim nga gjitha gjërat që ju thanë. Shpresoj që kjo gjë të jetë vetëm për lojë nga ana të dyve, sepse të arrish të shkelësh veten për disatën herë kur një njeri të shkel me këmbë për disatën herë, tallet me ty për disatën herë edhe ti të kthehesh prap, domethënë të shkosh te ai sa herë që ai të thrasi dhe sa herë që ai të ftoj, hajde fle me mua, tani ik, tani hajde, nuk më duket gjë normale. Nuk më duket një shembull i mirë për të ndjekur dhe shpresoj vetëm që ta ketë lojë edhe Egli, sepse nuk po dim se këtë mbrojmë dhe me këtë bëhemi palë. Asnjëri nuk ka një qendrim, nuk mban qendrim as 2 orë, as Gjesti, as Egli. Nuk kanë pas qendrim dhe koherencë në mënyrë absolute në atë lojë, që nga dita numër 1 deri në ditën sot ku po flasim. Mbrëmjen e ndjeshme u futën në shtëpinë e Big Brother VIP disa nga moderatorët dhe moderatoret më të njohura të Top Channel. Bëri, po themi, përshtypje një deklaratë që bëri Marin Mema aty. Si e pat këtë deklaratë dhe ndoshta ishte momenti i dur për ta bërë një lloj, po themi, bashkimi ose një lloj thirrje bashkimi, se duke parë dhe, po themi, këtë lloj komenti, replikat që ishin. Shiko, patjetër që ishte momenti i dur dhe duke ardhur nga goja e Marin Memës që njihet për gjëra që ai ka bërë edhe për patriotin që Marini është, ishte një gjë shumë e bukur për të pa dhe shumë e bukur për të dëgjuar. Gjesi nuk përfaqëson Kosovën, ashtu siç Jozi nuk përfaqëson Shqipërinë. Dhe nuk është godit një deputet i Parlamentit Evropian që përfaqëson Kosovën që të bëjë kaq e madhe. Nuk ishte pse të bëjë kaq e madhe. Këto që përçajnë, unë mendoj dhe kam bindje të plot që janë njerëz të paguar nga individ të cilëve nuk ju leverdis bashkimi kombëtar dhe kjo harmonia që ne kemi mes njëri tjetrit. Është fakt i pakundërshtueshëm që jemi një gjak, kemi një gjuhë, kemi një flamur dhe jemi 2 shtete për shkak të fatkeqësisë dhe jo për shkak të asaj që kemi dash dhe kërkojmë ne. Kështu që mendoj që ishte gjëja më e bukur, jo vetëm brëm, po gjëja më e bukur në gjithë të Big Brother.